Qendra e ndërmjetësimit është themeluar që t'ia lehtëson punën gjykatës themelore në Ferizaj. Nëse në vitet e para kjo gjë edhe ka ndodhur, në vitin e fundit është vërejt një rënje e dukshme e punëve të ndërmjetësuesve, që nga viti 2011 deri më vitin 2014, sipas kreut të gjykatës themelore, ndërmjetësuesit ia kanë mundësuar qytetarëve një procedurë më të thjeshtë, më të shpejtë dhe me kosto më të ulët, derisa e ka lehtësuar shumë gjykatën që në një formë të gjithë në këtë rast dalin të jenë përfitues. Madje gjykata themelore e Ferizajt është shquar në 2013 në përcjelljen e qindra lëndëve tek ndërmjetësuesit. Ne kemi mirëpritur emërimin e ndërmjetësuesve në regionin e Ferizajt, për faktin se konsiderojmë se procedura e ndërmjetësimit do të ketë një impakt pozitiv edhe në trajtimin e rasteve të paraqitra në gjykatë, për shkak se të njëjtat do të përmbyllen në procedurën e ndërmjetësimit dhe njëkohësisht do të jetë më e lirë dhe do të kenë benefite më shumë vetë palët të cilët do të jenë protagonist të kësaj procedure. Për dijenin e juaj, në vitin 2013, gjykata themelore në Ferizaj ka qenë njëra prej gjykatave që ka pasur më së shumti raste të referuara në procedurën e ndërmjetësimit. Kjo është konstatuar nga statistikat zyrtare, të cilat i ka publikuar Ministria e Drejtësisë për vitin 2013. Një gjë të tillë e konfirmoi edhe koordinatorja e qendrës së ndërmjetësimit, e cila shtoi se me 12 ndërmjetësues ka zgjidhur qindra konteste pa i hyrë procedurave gjyqësore. Sa i përket rasteve është një numër i mirë, ku mund të them që kemi mbërri numrin afër 400 me gjykata dhe me prokurori. Është në shumica prej rasteve kanë përfunduar me marrëveshje, sidomos rastet e prokurorisë gjitha, ku mund të them një përqindje shumë e vogël e rasteve është kthy pa marrëveshje, kurse tjera gjitha janë kthy me marrëveshje. Edhe me gjykatë ashtu, ka shumica e rasteve janë kthy me marrëveshje, që kanë përfunduar te 900 me marrëveshje. Por koordinatorja Bajrami tha se që nga viti i kaluar ka rënë volumi i punës së ndërmjetësuesve, kjo për shkak se gjykata përcjell shumë më pak lëndë. Bashkëpunimi me gjykata dhe me prokurori është nivel, mirë po tani në gjykatë ka disa ngecje për shkak emërtimit disa gjyqtarëve apo diçka. Asaj përket me prokurori vazhdon puna, nuk ka. Se ka rënë niveli i bashkëpunimit e pranoi edhe kreu i gjykatës themelore, i cili këtë e arsyetoi me ndërrimin e pozitave të personelit, gjë që nuk janë dërguar lëndët për tek ndërmjetësuesit, por ai premtoi se kjo do të ndryshojë shumë shpejt. Më vonë ka pasur një ngecje në referimin e rasteve. Kjo për faktin se ka pasur lëvizje të gjyqtarëve, mirë po njëkohësisht ka qenë një ekip i tërë i kësaj gjykate, i përbërë nga bashkëpunëtorë profesional dhe zyrtarë të tjerë, të cilët janë marrë pikërisht vetëm me referimin e rasteve të ndërmjetësimit. Pjesëtarët e atij ekipi kanë kaluar në pozita të reja dhe kështu që ka pasur një vakum në këtë drejtim. Mirë po, ne tash jemi duke planifikuar që të fillojmë nga ky muaj ose eventualisht nga muaji tetor, që ta dinamizojmë procesin e referimit të rasteve. Ndryshe, ligji për ndërmjetësim ka hyrë në fuqi që nga viti 2008, por tek në vitin 2011 ka nisur së zbatuari, ndërsa në Ferizaj që në dhjetor të këtij viti ishin licencuar 15 ndërmjetësues, derisa tani kanë mbetur 12. Megjithë këtë, koordinatorja tha se ndërmjetësuesit janë të mjaftueshëm në numër, derisa për punën e tyre profesionale, lavdrata pati edhe kreu i gjykatës themelore në Ferizaj.